Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani një vezë në ditë, nuk do vuani kurrë nga ky problem. Vezët janë një nga ushqimet më të konsumuara në botë dhe mund t'i japin rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit edhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Njerëzit që hanë vezë çdo ditë kanë një rrezik dukshëm më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare krahasuar me ata persona të cilët nuk i konsumojnë fare vezët në dietën e tyre të përgjithshme. Sipas një studimi të madh kinezo-britanik, vezët cilësohen si një nga produktet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit edhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Studiuesit të udhëhequr nga profesori Liming Li i Shkollës së Shëndetit Publik në Universitetin e Pekinit, i cili publikoi botimin përkatës në revistën mjekësore britanike Hard, analizuan të dhënat e mbi 416.000 personave të moshës 30 deri në 79 vjeç, të cilët nuk kishin sëmundje të zemrës në fillim të studimit. Pjesëmarrësit u ndoqën për rreth 9 vite dhe gjendjet e tyre shëndetësore ishin lidhur ngushtë me dietën e tyre të përgjithshme. Gjatë kësaj kohe, gati 84.000 njerëz zhvilluan sëmundje të zemrës së tyre, të cilat ishin lidhur edhe me atakun dhe goditjen në tru, ndërsa 10.000 persona humbën jetën nga këto shkaqe kardiovaskulare. U zbulua se ata që hanin mesatarisht një vezë në ditë, 19% e pjesëmarrësve kishin një rrezik prej 26% më të ulët për të pasur goditje hemoragjike në tru, një rrezik 28% më të ulët të humbjes së jetës nga goditjet hemoragjike në tru dhe një rrezik 18 deri në 16% rrezik më të ulët të sëmundjeve ishemike në zemër dhe 18% më të ulët të humbjes së jetës nga shkaqet kardiovaskulare në përgjithësi, krahasuar me ata që hanin vezë shumë rrallë ose kurrë rreth 9% e totalit. Studimi sugjeroi se ekziston një lidhje midis konsumit të moderuar të vezës deri në një ditë dhe një incidencë më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, cituan studiuesit. Studiuesit cilësojnë vezën si një nga ushqimet më të mira mbreslënse, pjesë të cilës duhet të jenë në dietën tuaj. Konsumi i vezëve në këtë arsye do t'i japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Prandaj, herën tjetër që doni të konsumoni vezë, sigurohuni që ato të jenë sa më organike edhe kështu vezët duhet të jenë të pulave të rritura në natyrë. Efektet që do të merrni për shëndetin do ta kthejnë atë në një nga produktet më mbreslënse në mbrojtjen e organizmit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një organizmi të shëndetshëm dhe një menuje të pasur. Konsumi i vezës së zier është një nga mënyrat më të mira për të rritur përfitimet në shëndetin tuaj. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zierja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqe do të rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për numrin e kalorive. Sipas të dhënave të Bright Side, ngrënia e vezës në mëngjes si një pjesë e një mëngjesi të shëndetshëm do ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Nëse doni të siguroni më shumë përfitime për shëndetin tuaj, përfshijini vezët vazhdimisht në dietat e përgjithshme. Vezët do të ofrojnë gjithashtu edhe yndyrra të mira. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak dhe gjithashtu ulin rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve në zemër. Sigurisht, përfshirja e vezëve në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit. Këto yndyrra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë ndjeshëm në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Por mbi të gjitha, vezët ofrojnë një produkt mjaft cilësor për dietën tuaj, siç është proteina. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë gjithashtu nivele të larta të proteinës,
element këto shumë të rëndësishëm për organizmin dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Nëse doni të keni një proteinë cilësore për organizmin tuaj, atëherë përfshirja e vezëve të zjera vazhdimisht në dietën tuaj do të ofrojë 6 gram proteinë cilësore nga secila vezë. Kështu do të ndjeheni më të ngopur për vaktin pasardhës dhe gjithashtu do të keni elementet më të mirë ushqyes në dobi të shëndetit. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Nëse doni të keni sy më të shëndetshëm dhe mbi të gjitha të mos vuani nga këto shqetësime, atëherë vezët janë një zgjidhje produktive. Një nga vitaminat më të rëndësishme që gjendet tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën e cila i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës dhe ul edhe riskun për të dobësuar dhe për të pasur probleme të ngjashme. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për të pasur kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kocka dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave edhe një përthithje më të mirë të mineraleve të kalciumit të cilët janë jetik jo vetëm për shëndetin e nyjeve, por edhe për të gjithë shëndetin tuaj në tërësi. Prandaj konsumi vezëve të zjera mund të jetë një zgjidhje mjaft e mirë për të pasur një mbrojtje më të mirë shëndetësore të nyjeve. Gjithashtu ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga alternativat më produktive në mbrojtje të shëndetit. Të ngrënit vezë në mëngjes sjell një mal me përfitime shëndetësore, falë proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme që ato posedojnë, do të kthehen në një aleat të vërtet në mbrojtjen e organizmit dhe fuqizimin e tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë për shëndetin tuaj, atëherë vezët, qofshin të zjera ose edhe të frguara lehtë, mund t'japin përfitime të mira në shëndetin tuaj, por ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera. Kjo fal elementeve ushqyes që ato mbartin. Vezët ju mbajnë të ngopur më shumë se sa dritrat ose ushqimet e tjera, dhe nëse nuk doni që të konsumoni shumë ushqim gjatë ditës, atëherë konsumi i vezëve të zjera do të jetë alternativa juaj më e mirë për të marrë këto përfitime dhe për të parandaluar komplikacionet. Proteina dhe yndyrat që gjenden te vezët sigurojnë nivele të larta energjike duke ju mbajtur juve të ngopur deri në vaktin pasardhës, duke siguruar kështu elemente të mirë ushqyes dhe mbi të gjitha një ngopje më efektive. Nëse doni të bini nga pesha, atëherë vezët e zjera janë një alternativë e çmuar për të shtuar në dietën tuaj. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë vezë në mëngjes kanë të ngjarë të humbasin peshën më lehtë se sa personat e tjerë të cilët nuk e konsumojnë atë. Kjo falë konsumit të saj e cila ju mban të ngopur për një periudhë më të gjatë ditore. Vezët janë një burim cilësor i proteinës shumë e rëndësishme kjo edhe për aktivitetet tuaja në përgjithësi. Vezët përmbajnë sasi të mirë të proteinave që plotësojnë nevojat ditore për aminoacide dhe element jetik të rëndësishëm për trupin. Vezët ju ndihmojnë të zhvilloni gjithashtu edhe shëndetin e trurit dhe të përmirësoni mendjen. Kolina, ushqyesi esencial që gjendet tek veza, ndihmon në stimulimin e funksioneve të trurit dhe gjithashtu ndihmon në zhvillimin e tij. Nëse doni të keni një kujtesë më të fortë dhe një mendje më të mprehtë, atëherë sigurisht që vezët duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Vezët janë një produkt shumë i rëndësishëm edhe për sytë tuaj. Ato do t'japin elementet ushqyes dhe vitaminat dhe mineralet, duke ju ofruar një shëndet më të mirë të syve, siç është luteina dhe zeakanthina, të cilat mbrojnë sytë kundër degenerimit makular dhe japin rezultate produktive pozitive në mbrojtjen e shëndetit të tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë konsumoni vezë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.